Përshëndetje të gjithëve. Në këtë video ku sot duhet të ndaj me ju një prej leksioneve dhe njërë prej videove që kam postuar më përpara përse i përket disa key levelsave të forta, ku përveç zona key levelsi janë edhe arsye ose targete likuiditeti që krijohen nga tregu dhe më pas vinë, ritestohen dhe japin pothuajse në 95% të rasteve sniper entry. Jemi në gold, ku nëse ju kujtohet pjesa e leksionit në YouTube, kam thënë që çdo ritestim i menjëhershëm i cili kryhet në zonat e FVG-s, pra çdo gap ose çdo FVG e cila krijohet dhe ritestohet automatikisht, pra ritestohet menjëherë sapo krijohet, në të ardhmen shërben si një zonë likuiditeti. Kjo ka qenë një ndër arsyet që pse goldi ka pas shenjën ose ju ka dhënë konfirmimin e gjithë rënjes së madhe. Okej, përveç lajmeve fundamentale ndodhive që ndodhin në botë në bazë të ekonomisë apo luftrave, normalisht pasqyrohen në charts, në grafik, në formën e candlesave. Por nëse ju do të dini se si candlesat lexohen edhe të shikoni arsyet që tregu i jep, edhe nëse nuk keni të aftë të zbërtheni një lajm fundamental, thjesht prisni candlesat që t'ju informojnë. Atëre, për gjatë lossit dhe hajsit në PD Array, interesi jon ishte të gjenim pjesën e key levelsit poshtë zonës së 50%. Kemi thënë që ku kemi shpjeguar pjesën e likuiditetit që gjendet gjithmonë në testimin e menjëhershme të kryesisht FVG-s, kemi thënë që nuk merret për bazë asnjëherë FVG-ja e parë apo ordobloku i parë. Merret FVG-ja, ordobloku FVG-ja e dytë, merret gjithmonë për bazë FVG-ja e parë e cila gjendet në zonat e likuiditetit. Kështu që pjesa e FVG-s nga këtu deri këtu gati pothuajse gap shumë i vogël, ka qenë key levelsi perfekt. Dhe ajo që çfarë kam thënë, buy FVG retestim i menjëhershëm, përsëri buy FVG retestim i menjëhershëm, përsëri në expansion. Nuk është gabim pjesa që ju nuk mund të tregtoni gjithmonë, sepse nëse do marrim për bazë, duke qenë se jemi në daily, çdo FVG e cila ka qenë një testim i menjëhershëm, na ka shërbyer si një key level dhe gjithashtu si dhe si një CRT për të tregtuar. Por mbasi tregu fillon edhe lëviz si në rastin e gold vetëm volum, expansion, atëherë normalisht tregu do të bëj një koreksion. Pra, range, key levels, turtle soup, expansion, range, turtle soup, key levels, expansion. Dhe në të ardhmen, të testimet e menjëhershme ose key levelset që përdorin në FVG shërben gjithashtu dhe si zona likuiditeti ku gjithmonë marrin për bazë FVG-n e parë i cila gjendet në market. Këtu kemi patur përsëri CRT, gjithashtu edhe këtu kemi patur CRT në fundit, retestimi në FVG, dhe pas expansion. Këtu kemi patur previous low key level, përsëri CRT, ku ishte edhe dita e premte ku buy-si normalisht ishte vetëm për buy, sepse ju kam treguar se si mund të gjendet buy-si. Dhe kjo është ajo që çfarë duhet t'ju tregoja ose më saktë t'ju thjeshtësoja në videon e YouTube-it që kam bërë pak më përpara, sepse
mendoj që nuk e keni kuptuar, ose thjesht ka qenë base pak më e vështirë për ju, dhe mora për bazë t'ju tregoj një shembull konkret të këtyre key levelsave. Kjo është një prej modeleve, ose është një prej key levelsat, sepse CRT-ja ka dhe key levelsat të tjera. Nëse zbrecim në një orarsh, edhe të shikojmë CRT-t që kishim, range, kumulim, manipulim, range, të rrëtsup, key levels, expansion. Përsëri, rasti i CRT-s në key levelsin e FVG-s, key levels, FVG do blokë testimi me njerëzën shërben si zonë likuidi, hera parë krijon likuiditetin, herën e dytë krijon të rrëtsupi dhe testimin e herën e tretë ose të rrëtsup continuation është entry jon. Entry juaj dhe ishte këtu, nëse jeni në fazat e fillimit të CRT-s. Advanced tregtojnë në këtu, në wikun e kennelsit specifik i cili vjen në key levels. Në gjë që duhet ta masërizoni akoma dhe më shumë. Ritestimi FVG, të rrëtsup, hapje me gabë biljes dhe expansion. Tu kishim përsërit njëjtën gjë, key levels, të rrëtsup dhe expansion. Dhe këtu ka qenë pika e tij ritestimi në daily në key levelsin ton. Pra ritestimi të pikë që u krye një herë dha goxha lëvizje, në të ardhmen na erdhi dhe na kryu përsëri likuidimin e të gjithë këtij trendit, respektimin e key levelsit në daily dhe më pas duke na dhënë expansion. Edhe pjesa CRT-s e cila ishte në daily, key levels, CRT, të rrëtsup, model 1, expansion. Shpresoj që të gjitha videot që kam bërë në YouTube t'ju kenë ndihmuar sadopak dhe më shkruani për çdo lloj pavojësie që keni dhe mbase në një të ardhme mund të bëj video të tjera kur t'ju shpjegoj ende dhe më shumë strategjinë e CRT-s.